mos thuaj vetëm Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dhe pastaj të heshtësh, sepse aty nuk përfundon. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mësoi diçka shumë të fuqishme. Kur ti thua Subhanallah, Allahu përgjigjet. Kur thua Elhamdulillah, Allahu thot, e tha të vërtetën. Kur thua La ilaha illallah, Allahu thot, e tha të vërtetën. Kur thua Allahu Akbar, Allahu thot, e tha të vërtetën. Dhe pastaj vazhdo të thuash Rabbi ighfirli, o Allah, më fal. Atëherë Allahu thot, do ta bëj. Dhe pikërisht në atë moment bëje duan tënde, sepse ajo është koha kur të gjitha duat pranohen. Lut që Allahu t'i fal të gjithë ata që e shikojnë këtë tani. Lut që Allahu t'i shëroj çdo zemër, çdo trup, çdo shpirt që e dëgjon këtë. Lut që Allahu t'i funizoj, t'i bekoj dhe t'i udhëzoj ata.